Ajo besonte se më në fund kishte gjetur një shtëpi të re, plot rehati dhe dashuri. Por pak nga pak, gjestet e ëmbla filluan të fshinin një heshtje mizore. Çdo objekt që hiqej nga dhoma e saj ishte si të fshihej një copës të historisë së saj. Dhe kur dhimbja fizike u bashkua me vetmin, e vërteta doli në shesh në mënyrë dërmuese. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Zonja Drita kur nuk e kishte imagjinuar se një ditë do të jetonte në një shtëpi kaq të madhe e të bukur sa ajo. Gjatë 57 viteve martesë me gëzimin e saj, apartamenti 2 dhomash e një sallon në kinostudio kishte qenë i mjaftueshëm për të rritur 3 fëmijë. Për të pritur nipërit e mbesat dhe për të ruajtur të gjitha kujtimet e një jete të thjeshtë, por plot dashuri. Kur gëzimi u nda nga jeta, duke lënë vetëm jehonën e zërit të tij në muret e asaj shtëpie, Drita ndjeu se edhe një pjesë e saj iku bashkë me të. Fëmijët vinin me radhë për ta vizituar duke sjellë nipërit byrek e ëmbëlsira, por edhe shqetësimin se po e linin vetëm në atë apartament që dukej se zmadhohej çdo ditë e më shumë nga mungesa. Ishte djali i mesëm, Artani, ai që i bëri ftesën që do të ndryshonte gjithçka. Ai kishte arritur një pozitë të lartë në një kompani multinacionale teknologjike dhe suksesi i kishte mundësuar të blinte një vilë të madhe në Lundër, një nga zonat më luksoze të Tiranës, me kopsht, pishin dhe dhoma me bollë. Valbona, bashkëshortja e tij prej 8 vitesh, ishte dakord se do të ishte mrekulli të kishin vjerën të jetonte me ta. Në fund të fundit, zonja Drita kishte qenë gjithmonë një grua e ëmbël, e heshtur, me pak fjalë dhe shumë besim. Nuk do të sillte asnjë telash. Kur Artani i bëri ftesën, sytë e Dritës u mbushën me lodh. Ishte hera e parë që nga ndarja nga jeta e gëzimit që ndihej vërtet e mirë pritur. 2 fëmijët e tjerë jetonin larg, vizitat ishin të rralla. Artani nuk i ofronte vetëm një çati mbi kokë, por një mundësi për t'i përkitur sërish një familjeje. Shpërngulja u bë një të diel me diell në Mars. Drita mori me vete vetëm gjërat thelbësore, disa rroba, ruzaret e saj, Biblën e vjetruar nga përdorimi me shenjues faqesh të psalmet e preferuara, fotografi të gëzimit dhe fëmijëve në korniza në momente të ndryshme të jetës. Albumin e dasmës me faqe të zverdhura nga koha dhe koltukun e vjetër me copë me lule, ku ulej çdo pasdite për të thënë ruzaren dhe për të parë lëvizjen në rrugë nga dritarja. Ai koltuk ishte gati 40 vjeç. Gëzimi e kishte blerë në një ulje çmimesh kur lindi Artani, dhe që atëherë ai kishte qenë dëshmitar i çdo kapitulli të rëndësishëm të asaj familjeje. Artani këmbënguli të merrte një kamion për transport, por ema refuzoi me një buzëqeshje të ndrojtur dhe sy të ulur. Nuk ishte nevoja për aq shumë. Jeta e saj hynte në disa kuti kartoni, disa çanta cope dhe një koltuk të zbardhur që mbante më shumë kujtime se sa peshë. Shtëpia e re i la mbresa Dritës. Ishte moderne, me tavan të lartë, dritare të mëdha që sillnin shumë dritë natyrale dhe një pamje nga malet, si dhe një arredim pa të meta, i kuruar nga Valbona, e cila kishte studiuar për dizajn interioresh. Gjithçka ishte e bardhë, gri dhe bezh. Linja të drejta, minimalizëm, një sofistikim i ftohtë dhe i largët. Asgjë nga ai rëmuji i ngrohtë i apartamentit të vjetër, ku çdo objekt tregonte një histori. Këtu, gjithçka dukej si e dal nga një revistë. E bukur, por pa shpirt. Dhoma e përgatitur për Dritën ndodhej në katin e parë, me pamje nga kopshti. Ishte e bollshme, me banjë private dhe një krevat dopjo shumë të madh. Valbona kishte zgjedhur çarçaf të bardhë e gri, jastëk me pupla dhe një abazhur modern. Gjithçka e re, gjithçka e shtrenjtë, gjithçka pa asnjë gjurmë të Dritës. Valbona e priti vjerën me përqafime dhe buzëqeshje. Kishte përgatitur një drekë të veçantë, kishte rregulluar dhomën me çarçaf të rinj dhe madje kishte vendosur një vazo me lule të freskëta mbi komodinë. Drita e falenderoi, e prekur. Artani i mbajti dorën së ëmës dhe i tha me sy që i shkëlqenin, ti meriton këtë dhe shumë më tepër, ma këtu do të kesh gjithë rehatin që na ke dhënë gjithmonë. Në ditët e para, gjithçka dukej perfekte. Drita zgjoi herët, siç kishte bërë gjithmonë që e re, në 5:30 të mëngjesit, kur rrezet e para të diellit fillonin të zbardhnin qiellin e Tiranës dhe zbriste për të përgatitur kafen me qumësht, i njëjti ritual prej dekadash. Valbona ende flinte, kështu që shtëpia ishte vetëm e saj në ato orë të para të mëngjesit. Heshtja ishte ndryshe nga heshtja e apartamentit të vjetër.
Këtu, në Lundër, ishte një heshtje luksoze, e ndërprer vetëm nga cicërimat e zogjve në kopsht dhe zhurma e largët e makinave në rrugën kryesore. Pas kafes, ulej në verandën e pasme me Biblën e saj, me faqet e holla mes gishtave të rrudhur dhe lutej, duke falënderuar për këtë fillim të ri, duke kërkuar mbrojtje për fëmijët, duke kërkuar që gëzimi, atje ku ishte, të kujdesej për të gjithë. Artani nisej herët për në punë, në 7:30, gjithmonë elegant me kostumin e tij gri dhe çantën prej lëkure, dhe kthehej vonë, rreth orës 10 të natës, gjithmonë i lodhur, gjithmonë me celularin ngjitur pas veshi. Por i lumtur që e shihte të ëmën të sistemuar mirë në shtëpinë e tij. Ishte në javën e dytë që drita vuri re ndryshimin e parë. Kur zbriti për mëngjes, gjeti Valbonën tashmë të zgjuar, ulur në tryezën e kuzhinës me një filxhan çaj jeshil dhe tabletin në dorë. Nusja i buzëqeshi me simpati dhe i tha, zonja Drita, vura re se zgjoheni shumë herët. Nuk ka nevojë të shqetësoheni për kafen, do t'i them Fatimes ta përgatis gjithçka kur të vi. Mund të flini pak më shumë, të shijoni rehatin e shtëpisë. Drita hezitoi. Të flinte deri vonë nuk kishte qenë kur zakoni i saj. Të zgjohej me diellin, të përgatiste kafen, ishte pjesë e rutinës së saj prej dekadash. Por nuk donte ta kundërshtonte. E falenderoi me një lëvizje koke dhe u ngjit sërish në dhomë, duke u ndjerë çuditërisht e huaj. Fatimeja, punonisja e shtëpisë, arrinte çdo ditë në orën 8 fiks. Ishte një grua rreth të 40-tave, e dobët, e shkurtër, me sy të vëmendshëm, ngjyrë mjalti dhe fjalë pake. Lëkurën e kishte të shenjuar nga dielli dhe duar të ashpra nga puna e gjithë jetës në shërbime shtëpiake. Punonte për Valbonën prej 3 vitesh dhe i njihte mirë shihet dhe kërkesat e sezonjës, gjithçka duhej të ishte pa të meta, asgjë jashtë vendit të vet, heshtje absolute kur ajo punonte në zyrë, diskrecion mbi të gjitha. Kur ju prezantua zonjes Drita, Fatimeja e përshëndeti me respekt, duke i mbajtur duart e moshuarës mes të sajave, dhe menjëherë dalloi te ajo grua diçka familjare, peshën e heshtur të dikujt që ka mësuar të mos bezdis, të mos zërvend, të mos bëj zhurmë. E njihte këtë ndjesi, sepse pikërisht kështu ndihej çdo ditë në atë shtëpi. Fatimeja jetonte në kombinat në anën tjetër të qytetit dhe merrte 2 autobus për të arritur në Lundër. Kishte 2 fëmijë adoleshent, të rritur me sakrifica pasi burri e kishte braktisur për një grua tjetër. E dinte se çdo të thoshte të varej nga vullneti i mirë i punëdhënësve, të gëlltiste poshtërime, të buzëqeshte kur i vinte për të qarë. Prandaj, kur shihte zonjën Drita, nuk shihte vetëm një grua të moshuar, por shihte veten pas disa vitesh, e padukshme, e heshtur, e toleruar. Javët në vijim sollën ndryshime të tjera të vogla. Dritës i pëlqente ta linte dritaren e dhomës hapur gjatë ditës për t'u ajrosur, por Valbona i sugjeroi me delikatesë se ishte më mirë ta mbante mbyllur për shkak të pluhurit dhe insekteve. Drita pranoi. Ajo zakonisht shihte telenovelen e orës 6 në sallon, por Valbona i tha se ai ishte orari kur ajo bënte telefonatat e punës dhe i duhej qetësi. Drita filloi ta shihte në dhomë. I pëlqente ta përdorte koltukun e saj me lule në verandë, por Valbona përmendi se copa nuk shkonte me arredimin e shtëpisë dhe se do të ishte më mirë ta vendosnin diku tjetër. Koltuku u zhvendos në dhomë, ku mezi zinte vën. Artani nuk vinte re asgjë. Kthehej vonë, i raskapitur nga mbledhjet e pafundme, projektet urgjente, udhëtimet e punës, hante darkë shpejt e shpejt diçka që Fatimeja linte gati ose që Valbona porosiste nga restorantet luksoze. Dhe ngjitej në zyrë për të zgjidhur punët e mbetura, për t'ju përgjigjur emaileve, për të marrë pjesë në videokonferenca me ekipin në Shtetet e Bashkuara. Gjatë fundjavave, kishte gjithmonë ndonjë angazhim profesional ose social, takime me klientë të rëndësishëm në restorantet e bllokut, darka pune në taracat e zonës së liçenit, udhëtime pune në Prishtinë dhe Rom. Kur takohej me të ëmën në korridoret e shtëpisë, gjithmonë me nxitim nga një dhomë në tjetrën, e pyeste shpejt, "Si je, ma? Ke nevojë për gjë?" Drita përgjigjej gjithmonë me të njëjtën buzëqeshje të ndrojtur dhe të dorëzuar, me sy të ulur, duar të kryqëzuara, "Gjithçka mirë, biri im. Mos u shqetëso për mua. Shiko punën tënde, gjërat e tua. Unë jam shumë mirë këtu." Por nuk ishte gjithçka mirë. Dhe çdo ditë që kalonte, bëhej më keq. Transformimi i vërtet filloi në fund të muajit të parë, kur Drita kishte filluar të ndihej më pak si mysafire dhe më shumë si pjesë e asaj shtëpie. Një mëngjes prilli, zbriti poshtë dhe gjeti Fatimen duke hequr koltukun e saj nga dhoma, duke e mbajtur me vështirësi përgjatë korridorit.
Valbona ishte pranë saj duke mbikëqyrur me krah të kryqëzuar dhe një shprehje të qetë. Kur pa vjerën të ndalur të shkallët, veshur me këmishën e natës prej pambuku dhe shapkat e vjetra, I shpjegoi me një buzëqeshje që nuk I arrinte në sy: "Zonja Drita, ky koltuk është shumë I vjetër dhe zë shumë vend në dhomë. Copa është zbardhur, ka dalë mode dhe sinqerisht e zhvlerëson ambientin. Do ta dërgoj për ta restauruar, për t'i ndërruar tapicerin, për ta modernizuar. Ndërkohë, mund të përdorni karriget e verandës ose divanin e sallonit. Do të jetë më mirë kështu, do ta shihni." Drita ndjeu zemrën t'i shtrëngoi sikur dikush po I lidhte një ny në gjoks. Ai koltuk nuk ishte thjesht një mobilje. Ishte shumë më tepër se kaq. Ishte e vetmja copës e jetës së saj të vjetër, e shtëpisë së saj të vërtet, që kishte sjellë me vete në atë vend të çuditshëm dhe të ftohtë. Ishte vendi ku gëzimi ulej për të lexuar gazetën të dielave. Ishte vendi ku ajo I kishte dhënë gjë Artanit kur ishte foshnjë. Ishte vendi ku ishte lutur për fëmijët në çdo krizë, në çdo vështirësi. Ishte vendi ku ulej për të biseduar me kujtimet e gëzimit, duke e mbajtur gjallë kujtimin e tij përmes atij objekti të thjeshtë. Ishte vendi ku gjente paqe kur gjithçka tjetër dukej se po shembej. Por kur pa Valbonën me atë buzëqeshje të edukuar dhe ato fjalë të mbështjella me një dashuri false, Drita nuk gjeti forcë për të kundërshtuar. Vetëm tundi kokën, gëlltiti lotët që I ngjiteshin në fyt dhe pa në heshtje teksa ja merrnin koltukun, duke marrë me vete edhe një pjesë të shpirtit të saj. Karriget e verandës ishin prej metali dhe druri, të bukura, por të forta. Pa jastëk, pa rehati. Drita u përpoq të ulej aty për të lutur, por dhimbja e shpinës dhe e ijeve që e shqetësonte prej vitesh u përkeqësua. Ngrihej me vështirësi, duart I dridheshin duke u mbajtur te krahu I karriges. Valbona e vëzhgonte nga larg, por nuk thoshte asgjë. Një pasdite, Fatimeja I solli fshehurazi një jastëk të vogël dhe ja vendosi në karrigen ku Drita ulej zakonisht. "Ju duhet një mbështetje, zonjë," I tha me zë të ulët, pothuajse si një sekret. Drita e falenderoi me sytë e përlotur. Të nesërmen, jastëku ishte zhdukur. Kur Drita pyeti për të, Valbona u përgjigj me natyrshmëri: "Ai jastëk ishte me njolla, zonja Drita. E hodha. Do t'ju blej një të ri, mos u shqetësoni." Por jastëku I ri nuk erdhi kurrë. Drita filloi të shmangte uljen. Qëndronte më shumë në këmbë, mbështetur te pragu I derës ose te dritarja, duke vëzhguar kopshtin. Dhimbja intensifikoi dita ditës. Natën, shtrirë në krevat, ndjente çdo muskull t'i dhimbte. Përdorte një krem qetësues që mjeku ja kishte dhënë vite më parë, një gjel me mentol që I sillte lehtësim të përkohshëm. E ruante tubin e vogël blu në sirtarin e komodinës, pranë Biblës. Një mëngjes, kur u zgjua me dhimbje të forta, shkoi të merrte kremin dhe nuk e gjeti. Rrëmoi sirtarin me duar që I dridheshin. Asgjë. Hapi komodinën pranë krevatit, kontrolloi banjën. Asgjë. Kremi ishte zhdukur. Zbriti ngadalë dhe e pyeti Fatimen me zë të ulët: "Fatime, a e ke parë një krem blu që e lë në sirtar?" Fatimeja mohoi ta kishte parë dhe premtoi se do ta kërkonte. Drita nuk guxoi ta pyeste Valbonën. Thjesht u kthye në dhomë dhe e duroi dhimbjen në heshtje, me sytë ngulur në tavan dhe lotët që I lagnin jastëkun. Fatimeja, megjithatë, nuk ishte budallaqe. Kishte punuar nëpër shtëpi për më shumë se 20 vjet dhe I njihte mirë shenjat. Shihte mënyrën si ngrihej zonja Drita duke u mbështetur nëpër mure. Vërente shprehjen e dhimbjes së përmbajtur në fytyrën e saj të rrudhur. Vinte re se si Valbona vëzhgonte çdo lëvizje të vjerës. Me një vështrim të ftohtë dhe të llogaritur, gjithmonë me një buzëqeshje në buzë, gjithmonë me fjalë të ëmbla dhe gjeste të kontrolluara. Një ditë, ndërsa rregullonte dhomën e zonjës Drita, Fatimeja I gjeti kremin të fshehur në fund të një dollapi në banjë, poshtë peshqirëve që nuk I përdorte askush. Mori tubin, e pastroi dhe e vendosi sërish në sirtarin e komodinës. Nuk I tha askujt asgjë. Atë natë, zonja Drita e gjeti kremin dhe syt I u mbushën me lodh. Dikush ende kujdesej. Por të nesërmen, kremi u zhduk përsëri. Drita filloi të kuptonte se kjo nuk ishte rastësi. Ishte diçka shumë më e keqe. Ishte e qëllimshme. Ishte e heshtur. Ishte e padukshme për të gjithë përveç saj. Dhe Fatimes. Artani udhëtoi për punë në Prishtinë dhe do të qëndronte jashtë për një javë.
Valbona përfitoi nga mungesa e të shoqit për të intensifikuar kontrollin. Vaktet e zonjës drita filluan të shërbeheshin në orare fikse, pa asnjë hapësirë për ndryshime. Asnjë ushqim mes vakteve. Asnjë mëngjes i vonuar. Disiplina, thoshte Valbona me një buzëqeshje, është e rëndësishme për shëndetin tuaj. Drita dobësoi. Jo nga mungesa e ushqimit, por nga mungesa e dëshirës. Shtëpia që duhej të ishte një strej ishte kthyer në një burg të sofistikuar, ku çdo lëvizje vëzhgohej, çdo ankesë heshtej, çdo shqetësim minimizohej. Dhe më e keqja e të gjithave, djali i saj nuk shite asgjë. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për të dhe si mendoni se do të përfundoj. Fatimeja, megjithatë, nuk ishte budallaqe. Kishte punuar në për shtëpi për më shumë se 20 vjet, që në moshën 16 vjeç, kur ju desh të linte shkollën për të ndihmuar familjen. I njihte mirë shenjat e asaj që po ndodhte në atë shtëpi në dukje perfekte në lundër. E njihte vuajtjen e heshtur, sepse edhe vetë kishte kaluar situata të ngjashme në punë të tjera, në shtëpi të tjera të mëdha dhe elegante, me zonja të tjera që ushtronin pushtet përmes mizorive të vogla të maskuara si kujdes dhe shqetësim. Kishte punuar për familje ku e moshuara e shtëpisë trajtohej si një mobilje e bezdishme, e toleruar por jo e dashur, e ushqyer por jo e përkujdesur. Shite mënyrën si zonja drita ngrihej në mëngjes, gjithmonë shumë ngadalë, duke u mbështetur fillimisht te muret, pastaj te mobiljet, me dorën gjithmonë te mesi sikur përpiqej të mbante diçka që po thyej nga brenda. Me fytyrën të kontraktuar nga dhimbja edhe kur përpiqej të buzëqeshte. Vërente shprehjen e dhimbjes së përmbajtur në fytyrën e rrudhur, në sytë që nuk shkëlqenin më si në ditët e para kur kishte ardhur plot shpresë. Vinte re se si Valbona vëzhgonte çdo lëvizje të vjerrës me një vështrim të ftohtë dhe të llogaritur, si një grabitçar që studion pren, gjithmonë me një buzëqeshje në buzë kur dikush e shihte, gjithmonë me fjalë të ëmbla që fshinin helm. Gjithmonë me gjeste të kontrolluara që dukeshin të dashura, por ishin thellësisht mizore kur i shije me vëmendje. Ishte gjatë pasdites së një të enjteje me shi në maj që Fatimeja vendosi të vepronte. Valbona kishte dalë për një takim në qendër të qytetit, në zonën e bllokut, diçka që lidhej me një klient të ri të zyrës së dizajnit që donte të rinovonte një apartament në katin e fundit. Kishte thënë se do të kthehej vetëm pasdite vonë. Shtëpia ishte e qetë, vetëm me tingullin e largët të tiktakut të orës së vjetër në sallon dhe këngën melankolike të zogjve në kopsht, të mbytur nga shiu i imët që binte jashtë. Fatimeja u ngjit në katin e dytë, duke shkelur ngadalë në shkallët e mermerit për të mos bërë zhurmë, aty ku ndodhej garderoba e Valbonës, një ambient i gjerë dhe luksos, më i madh se salloni i apartamentit ku jetonte Fatimeja me fëmijët. Plot me rroba firmato të organizuara sipas ngjyrave dhe stinëve, këpucë të importuara të rreshtuara si ushtar në rafte speciale, çanta të shtrenjta të markave të famshme të ruajtura në kamare të ndriçuara me drita të vogla. Në fund të garderobës ishte një dollap i madh prej druri të errët i mbyllur me çelës, ku Valbona ruante dokumente të rëndësishme, bizhuteri që nuk i përdorte shpesh dhe objekte të tjera personale që preferonte t'i mbante larg syve kureshtar. Fatimeja e dinte se ku mbahej çelësi, sepse e kishte parë Valbonën ta merrte disa herë, brenda një kutie të vogël porcelani të pikturuar me dorë që qëndronte në komodinën e dhomës kryesore. Me zemrën që i rrite fort dhe duart që i djersiteshin, Fatimeja hapi dollapin dhe gjeti atë që kërkonte. Aty ishte kremi i zonjës drita, i fshehur pas dosjeve dhe letrave të vjetra, bashkë me jashtëkun e vogël që ishte zhdukur nga veranda. Kishte edhe gjëra të tjera, fotografi të zonjës drita që zakonisht qëndronin të ekspozuara në raftin e sallonit, një shall leshi që e moshuara përdorte në netët e ftohta. Madje edhe libri i recetave i shkruar me dorë që i kishte përkitur vjerrës së ndjerë të Valbonës dhe që dritës i pëlqente ta shfletonte duke kujtuar pjatat që përgatiste për familjen. Fatimeja mori kremin, mbylli dollapin, e vendosi çelësin në vend dhe zbriti shpejt. Gjeti zonjën drita ulur në krevatin e dhomës, me këmbët e shtrira dhe duart që i shtrëngonin mesin. E moshuara ngriti syt kur hyri Fatimeja dhe në atë vështrim kishte aq shumë trishtim sa punonisja ndjeu një shtrëngim në gjoks. Zonja drita, e gjeta kremin tuaj, tha Fatimeja me zë të ulët, duke mbyllur derën pas vetes dhe duke kontrolluar korridorin nëse kishte njeri. Ishte në dollapin atje lart, i fshehur në fund, poshtë një grumbulli letrash të vjetra. Duhet ta përdorni, keni shumë dhimbje, duket në fytyrën tuaj. Drita mori tubin me duar që i dridheshin, të cilat nuk kishin më forcën e mëparshme.
E shtrëngoi plastikën pas gjoksit si të ishte një thesar, dhe syt ju mbushën me lot që i rodhen ngadalë nëpër faqet e rrudhura. Faleminderit, Fatime. Shumë faleminderit. Nuk e di sa shumë do të thotë kjo për mua. Por si përfundoi atje lart? Betohem se e kisha lënë këtu në sirtar të ruajtur mirë. Fatimeja hezitoi duke kafshuar buzën e poshtme. Donte t'i thoshte të vërtetën, të bërtiste se kjo nuk ishte asnjë aksident, se gjithçka ishte e qëllimshme, e planifikuar, mizore. Donte t'i thoshte se Valbona po e bënte këtë me qëllim, se po hiqte sistematikisht gjithçka që i sillte rehati ose lehtësim zonjës Drita, se po e transformonte atë shtëpi në një vend vuajtjeje të maskuar. Por kishte frikë. Frikë se do të humbiste punën që mbante dy fëmijët e saj adoleshent, frikë se do të akuzohej si gënjeshtare ose se po shpikte intriga, frikë se do të shkaktonte një problem më të madh që nuk do të mund ta kontrollonte. Kështu që tha vetëm me zë të butë, nuk e di me siguri, zonja Drita. Ndoshta është ruajtur atje gabimisht, ndoshta dikush e ka gjetur dhe e ka vënë në vendin e gabuar. Por do të jem e vëmendshme, premtoj se do të kujdesem që të mos ndodh më. Por ndodhi përsëri. Dhe përsëri. Dhe përsëri. Sa herë që Fatimeja e rivendoste kremin në sirtarin e zonjës Drita, ai zhdukej të nesërmen. Sa herë që Fatimeja vendoste një jastëk në karrigen e verandës, ai zhdukej në mënyrë misterioze. Valbona mbante kontrollin absolut mbi çdo detaj të asaj shtëpie dhe veçanërisht mbi rehatinë e vjehrës. Artani udhëtoi për në Rom në javën e 2 të majit dhe do të mungonte për 10 ditë. Kishte një sër takimesh të rëndësishme me investitorë ndërkombëtar dhe nuk mund të kthehej më herët. Telefononte në shtëpi çdo natë, gjithmonë me nxitim, gjithmonë me zhurmë restorantesh ose hotelesh në sfond. Si jeni aty, Valbona? Po mami, është mirë. Valbona përgjigjej me zë të ëmbël dhe qetësues, gjithçka është shkëlqyeshëm, zemër. Mami yt është mirë, ha rregullisht, pushon. Mos u shqetëso. Përqendrohu te puna jote. Por realiteti ishte shumë ndryshe. Me Artanin larg, Valbona intensifikoi kontrollin. Vaktet e zonjës Drita filluan të shërbeheshin në orare edhe më të rrepta. Mëngjesi në orën 8 fiks, dreka në mesditë, darka në 7 të mbrëmjes. Asnjë ushqim mes vakteve. Asnjë kërkesë për diçka ndryshe nga ajo që ishte përgatitur. Disiplina, thoshte Valbona me atë buzëqeshje të akullt, është thelbësore për shëndetin e një personi të moshës suaj, zonja Drita. Ju keni nevojë për rutinë. Drita bindej në heshtje. Hante pa dëshirë, duke përtypur ngadalë, duke ndjerë çdo kafshat t'i zbriste me vështirësi në fytin e shtrënguar. Dobësohej me sy të lirë. Rrobat i rinin të gjera, shpatullat më të kërrusura, fytyra më e futur. Fatimeja vëzhgonte gjithçka me shqetësim dhe pa fuqi në rritje. Ishte gjatë asaj jave që ndodhi më e keqja. Zonja Drita u zgjua një natë me një dhimbje të tmerrshme në shtyllën kurrizore, një dhimbje që i përhapej në përkëmbë dhe e pengonte të lëvizte. Qëndroi shtrirë duke rënkuar lehtë me lotët që i rrinin nga cepat e syve. Kur Fatimeja arriti në mëngjes, e gjeti të moshuarën ende në krevat, të zbeth, me trupin të ngrirë nga dhimbja. Zonja Drita, duhet të shkoni te mjeku, tha Fatimeja e alarmuar. Do të thëras zonjën Valbona. Jo, murmuriti Drita me vështirësi. Nuk dua ta bezdis. Do të kaloj. Por Fatimeja këmbënguli dhe shkoi të thërriste Valbonën, e cila ishte në palestrën private që mbante në katin e 2 të shtëpisë, duke vrapuar në pistë me kufje në vesh. Kur Fatimeja trokiti në derë dhe i shpjegoi situatën, Valbona fiku pistën dhe fshiu djersën nga fytyra me një peshqir të bardhë. Fytyra e saj nuk tregonte shqetësim, vetëm një acarim të lehtë. Fatime, vjera ime është e moshuar. Njerëzit e moshuar ndjejnë dhimbje. Kjo është normale, tha Valbona me ftohtësi. Ajo thjesht po bën viktimën për të tërhequr vëmendje. Ndodh gjithmonë kur burri im udhëton. E kam vënë re këtë model. Por zonja Valbona, ajo është vërtet shumë keq. Nuk mundet as të ngrihet. Valbona pshërtiu, sikur po merrej me një fëmijë kokfort. Mirë. Do ta shoh. U ngjit në dhomën e Dritës, e pa shpejt vjerën të shtrirë dhe i tha me zë të qetë dhe të kontrolluar, zonja Drita, duhet të bëni një përpjekje. Të qëndroni shtrirë gjithë ditën vetëm sa do t'ju përkeqësoj.
Do t'i them Fatimes t'ju ndihmoj të ngriheni dhe të bëni një shëtitje nëpër shtëpi. Lëvizja është ilaçi më i mirë. Por nuk mundem, përshpëriti Drita me zërin që i dridhej. Më dhem shumë. Valbona buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje pa ngrohtësi. Zonja Drita, me gjithë respektin, duhet të hiqni dorë nga kjo sjellje. Burri im punon shumë për të na dhënë rehati të gjithëve. Nuk është e drejtë që ai të kthehet nga udhëtimi dhe t'ju gjej kështu, duke u viktimizuar. Kjo të lodh, e dini? I lodh të gjithë. Drita mbylli syt, duke ndjerë fjalët t'i prenin më thellë se çdo dhimbje fizike. Ndjeu turp, poshtërim, vetmi. Tundi kokën dhe, me ndihmën e Fatimes, arriti të ulej në buzë të krevatit. Çdo lëvizje ishte një torturë, por ajo nuk u ankua më. Vetëm gëlltiti rënkimet dhe u përpoq të buzëqeshte për të mos e mërzitur. Fatimeja e ndihmoi zonjën Drita të vishej, të lante fytyrën, të zbriste për mëngjes. E moshuara hëngri pak, duart i dridheshin kur mbante filxhanin. Valbona vëzhgonte nga larg, ulur në divan me tabletin, pa thënë asgjë, vetëm duke vigjiluar. Atë pasdite, ndërsa Valbona ishte në zyrë në një videokonferencë, Fatimeja u ul pranë zonjës Drita në veranë. E moshuara ishte në një nga karriget e forta, me trupin të tensionuar, fytyrën të kontraktuar. Fatimeja i mbajti dorën dhe i tha me zë të ulët, zonja Drita, duhet t'i tregoni djalit tuaj se çfarë po ndodh këtu. Drita tundi kokën ngadalë. Ai nuk do të besoj. Do të mendoj se po shpik. Valbona është shumë e zgjuar, Fatime. Ajo kur nuk lë gjurmë. Gjithçka që bën duket si kujdes, si shqetësim. Si do ta provoj? Fatimeja ja shtrëngoi dorën. Unë mund t'i tregoj. Unë pash gjithçka. Pash kremin të fshehur, pash jastëkët që zhdukeshin, pash si ju trajton. Drita e pa Fatimen me mirënjohje dhe trishtim. Nëse e bën këtë, ajo do të pushoj nga puna. Dhe ti ke nevojë për këtë punë, duhet të mbash fëmijët. Nuk do të lejoj të dëmtohesh për shkakun tim. Dy gratë qëndruan aty, dorë për dore, në një heshtje të përbashkët, dy shpirtra të lodhur që përpiqeshin të mbjetonin në një shtëpi që dukej e bukur nga jashtë, por fshihte mizori nga brenda. Artani u kthye nga Roma një të premte mbrëma, duke arritur rreth orës 9. Fluturimi ishte vonuar për shkak të motit të keq, dhe ai ishte veçanërisht i lodhur pas 10 ditësh intensive takimesh, prezantimesh, darkash biznesi dhe netësh pa gjumë në dhomë hoteli. Hyri në shtëpi me valixhen e rënd, kravatën të liruar, mjekrën pa rruar, i lodhur por i emocionuar që më në fund ishte kthyer në shtëpinë e tij, te familja e tij. Valbona e priti në derë me një përqafim të ngushtë dhe një puthje të gjatë, sikur i kishte munguar shumë. Ajo ishte pa të meta, si gjithmonë, me një fustan elegant, makijazh perfekt, parfum të lehtë. Edhe shtëpia ishte pa të meta, çdo objekt në vendin e duhur, si gjithmonë. Darka ishte gati në tryezën e shtruar me qirinj dhe gota vere, muzik ambienti luej lehtë në sfond, qirinj aromatik parfumuonin ajrin me aromë livandoje dhe vanilje. Po. Mami? Si është, ishte pyetja e tij e parë sapo u shkëput nga përqafimi, duke parë përreth sikur priste të shihte zonjën Drita të shfaqej në sallon për ta pritur. Është mirë, zemër. Po fle herët, siç bën zakonisht kohët e fundit, u përgjigj Valbona me natyrshmëri absolute, sikur të mos kishte asgjë të keqe. E di si është, mosha bën të veten dhe ajo lodhet gjithnjë e më lehtë. Sot ishte veçanërisht e lodhur, hëngri darkë më herët dhe u ngjit në dhomë menjëherë pas saj. Mendova se ishte më mirë ta lija të pushonte. Artani tundi kokën, duke e pranuar shpjegimin pa pyetur, pa dyshuar. Në fund të fundit, Valbona ishte kujdesur gjithmonë aq mirë për gjithçka gjatë mungesave të tij. Artani u ngjit për të parë të ëmën. Trokiti lehtë në derë dhe hyri. Drita ishte shtrirë, anash, me shpinë nga dera. Dëgjoi zërin e të birit dhe u kthye ngadalë. Kur e pa, syt ju ndriçuan për një çast të shkurtër, por shpejt u kthyen në atë shprehje lodhjeje dhe dorëzimi. Ma, si je? Më mori malli, tha Artani, duke u ulur në buzë të krevatit. Mirë jam, biri im. Mirë. Si shkoi udhëtimi? Ata biseduan për disa minuta. Artani i tregoi për takimet, projektet e reja, mundësitë që po shfaqeshin. Drita dëgjonte dhe buzëqeshte, duke bërë pyetjet e duhura, duke treguar interes të sinqertë.
Por Artani, i zhytur në historitë e tij, nuk e vuri re sa më e dobët ishte e ama, sa të thellë dhe pa jetë dukeshin sytë e saj, sa i dobët dhe i dridhur dilte zëri i saj. Kur ai u ngrit për të dalë, duke rregulluar orën në kyç, drita gati sa nuk tha diçka. Ndjeu fjalët t'i ngjiteshin në fyt si një britme e ngecur prej javësh. Hapi gojen, fjalët në majë të gjuhës dridheshin për të dalë. Biri im, duhet të tregoj se çfarë po ndodh. Duhet të them se nuk jam mirë, se kam frikë, se gruaja jote nuk është ajo që ti mendon. Por pastaj kujtoi fjalët e akullta të Valbonës që i kumbonin në mendje. Kjo i lodh të gjithë. Po bën viktimën. Burri im punon shumë për të duruar këtë lloj sjelljeje. Dhe pati frikë. Frikë se nuk do ta besonin, frikë se do ta quanin të çmendur ose plak, frikë se do të shkaktonte një problem në martesën e të birit, frikë se do të humbiste të vetmin vend që i kishte mbetur në bollë. Mbylli gojen ngadalë dhe tha vetëm me një buzëqeshje të dobët që nuk i arrinte në sy, gjumë të ëmbël, dashuria ime. Gëzohem që u ktheve. Më mori malli. Artani doli nga dhoma, mbylli derën me kujdes për të mos bërë zhurmë dhe zbriti shkallët e mermerit për të darkuar me gruan që e priste e bukur dhe e qeshur. Drita mbeti aty, vetëm në errësirën e dhomës së madhe, duke dëgjuar hapat e tij që largoheshin nëpër korridor, duke ndjer peshën dërmuese të vetmisë t'i shtrëngonte gjoksin derisa i dhimbte më shumë se çdo dhimbje fizike. U kthye anash në krevat, përqafoi jashtëkun dhe qau në heshtje, siç kishte mësuar të bënte për të mos bezdisur askën. Ditët në vijim sollën një rutinë gjithnjë e më mbytëse dhe shtypse për zonjën Drita. Artani ishte kthyer në punë me të njëjtin intensitet si para udhëtimit, ndoshta edhe më të madh, sepse projektet që u kishte prezantuar investitorëve në Rom ishin miratuar me entuziazëm dhe tani ai duhej t'i vinte në praktikë. Duke koordinuar ekipe, menaxhuar afate të ngushta, duke u përballur me presionin për të provuar se e meritonte besimin që i ishte dhënë. Nisej gjithnjë e më herët nga shtëpia, ndonjëherë para orës 7 të mëngjesit, kthehej gjithnjë e më vonë, shpesh pas orës 11 të natës. Disa ditë as nuk darkonte në shtëpi, duke e zgjidhur me sanduiçe të shpejta në zyrë ose në takime që zgjateshin deri në agim në restorantet e bllokut me klientë të rëndësishëm. Kur ishte në shtëpi, sillte punën me vete, i ngjitur pas celularit, duke ju përgjigjur emaileve, duke marrë pjesë në videokonferenca, gjithmonë i ndarë mes mira kërkesave të njëkohshme. Valbona vazhdonte me buzëqeshjen e saj pa të meta, gjestet e saj të sakta dhe të llogaritura, mizorinë e saj të rafinuar të maskuar si zell dhe shqetësim. Drita nuk e njihte më veten kur shihej në pasqyrën e avulluar të banjës në mëngjeset e vështira. Fytyra që e shihte ishte e një të huaje, dikujt që dukej se ishte plakur 10 vjet në pak muaj. Fytyra ishte e futur, me rrudha të thella, mollzat e dala që bënin të spikateshin kockat e fytyrës, syt pa jetë të fundosur në radh të zinj. Kishte humbur më shumë se 10 kilogram që kur kishte ardhur në atë shtëpi gati 3 muaj më parë, plot shpresë dhe mirënjohje. Rrobat që kishte sjell i vareshin në trupin gjithnjë e më të dobët si lecka të harruara në një varse të vjetër. Krahët dukeshin si shkoping të brish gati për t'u thyer, duart i dridheshin vazhdimisht nga dobësia, dhimbja, frika. Dhimbja e shpinës dhe e ijeve ishte bërë shoqëruese e vazhdueshme dhe e pamëshirshme, një prani që nuk e braktiste kurrë. As edhe kur arrinte më në fund të flinte për disa orë të pakta e të shqetësuara para se të zgjohej sërish me gjithë trupin të therrur. Ishte një të hënë të ftohtë qershori, nga ato mëngjese kur Tirana gdhin me mjegull që mbulon malet, që gjithçka filloi të përshkallëzohej në diçka edhe më të keqe dhe më dëshpëruese. Drita u zgjua me rrezen e parë të diellit që depërtonte perden dhe nuk arriti të ngrihej nga krevati. Fjalë për fjalë nuk arriti ta lëvizte trupin. U përpoq të kthehej anash, siç bënte çdo mëngjes, por dhimbja që i shpërtheu në shtyllën kurrizore ishte aq intensive, aq dërmuese, sa e la plotësisht të paralizuar, pa frymë. Me zemrën që i rrite fort në gjoks dhe një ndjenjë paniku që i ngjitej në fyt. U përpoq përsëri, duke mbledhur të gjitha forcat që i kishin mbetur në atë trup të munduar, duke tensionuar muskujt, duke u lutur me zë të ulët për të ja dalë. Asgjë. Trupi thjesht nuk u bindej komandave të trurit. Ishte sikur kockat e saj ishin shndërruar në xham gati për t'u thyer në lëvizjen më të vogël, sikur çdo vertebër po shtypej nga një peshë e padukshme dhe e padurueshme. Qëndroi aty shtrirë, duke parë tavanin, duke ndjer lotët që i rridhnin nga cepat e syve. Dëgjoi hapat e Valbonës në korridor. U përpoq ta thërriste, por zëri i doli shumë i dobët. Prit. Fatimeja do të arrinte për gjysmë ore.
Ndoshta do të duronte deri atëherë. Por Valbona hapi derën e dhomës. Ishte veshur me rroba palestre, flokët të lidhur në një bisht kali perfekt, lëkura i shkëlqente nga produktet e shtrenjta. Pa dritën në krevat dhe rudhi vetullat. Zonja Drita, është pothuajse ora 9. Ende nuk jeni ngritur? U përpoqa, pëshpëriti Drita. Por nuk mundem. Dhimbja është shumë e fortë sot. Valbona pshertiu thellë, atë pshertim të dikujt që po merret me dik jashtëzakonisht të bezdisshëm. Eci drejt dritares dhe hapi perdet me një gjest të prerë, duke lënë dritën e fortë të diellit të mëngjesit të pushtonte dhomën. Zonja Drita, kjo i ka kaluar kufi. Po i dorëzoheni dhimbjes, po e lejoni t'ju dominoj. Duhet të keni vullnet. Por unë vërtet nuk mundem, përsëriti Drita me zërin që i dridhej. Ndjej sikur trupi im është thyrë. Valbona ju afrua krevatit, kryqëzoi krahët dhe e pa vjerën me një shprehje që përziente padurimin me diçka që dukej si përbuzje. Zonja Drita, do të jem e sinqert me ju, sepse dikush duhet të jetë. Kjo sjellje po ndikon në të gjithë shtëpinë. Burri im është i stresuar me punën, vjen në shtëpi i lodhur dhe ende duhet të shqetësohet për ju. Edhe unë jam e lodhur. Të kujdesesh për një person që nuk do të ndihmoj veten është raskapitse. Drita ndjeu çdo fjalë si një thikë. Nuk dua të sjell telashe. Betohem që nuk dua. Atëherë ngrihu nga ai krevat. Tani. Do të numëroj deri në 3. Nëse nuk ngriheni, do të më duhet të flas seriozisht me burrin tim për alternativa të tjera. Alternativa të tjera. Fjalët mbetën pezull në ajër si një kërcënim konkret. Drita e kuptoi plotësisht. Po kërcënohej se do ta dërgonin diku tjetër, ndoshta në një shtëpi pleq, ndoshta përsëri në apartamentin bosh ku do të jetonte vetëm derisa të mos mundej më. Frika e tejkaloi dhimbjen për një çast. Me një përpjekje mbinjerëzore, vuri dorën në buzë të krevatit dhe u përpoq të ngrihej. Trupi protestoi, çdo muskul bërtiste. Arriti të ulej në buzë të krevatit me fytyrën të bardhë nga dhimbja, djerës të ftohta i rridhnin në përballë. Ja, e pesia del kurdo, tha Valbona me një buzëqeshje të ftohtë. Tani vishu dhe zbrit për mëngjes. Fatimeja duhet të jetë duke ardhur. Valbona doli nga dhoma dhe mbylli derën. Drita mbeti ulur në buzë të krevatit, duke u dridhur e tëra, duke ndjerë se diçka brenda saj ishte thyrë përfundimisht. Nuk ishte vetëm trupi që i dhimbte. Ishte shpirti. Ishte dinjiteti. Ishte gjithçka. Fatimeja arriti pak minuta më vonë dhe e gjeti zonjën Drita ende ulur në buzë të krevatit, veshur vetëm me këmishën e natës, duke qarë në heshtje. Vrapoi drejt saj. Zonja Drita, çfarë ndodhi? Drita nuk arriti të përgjigjej. Thjesht u hodh në krahët e Fatimes dhe qau, duke u dënesur si një fëmijë i humbur. Fatimeja e përqafoi atë grua të brisht, duke ndjerë zemërimin t'i rritej brenda gjoksit. Kjo nuk mund të vazhdonte. Nuk mundej. Do t'ju ndihmoj të visheni dhe të hani mëngjes. Pastaj do t'i telefonoj djalit tuaj, tha Fatimeja me vendosmëri. Jo, të lutem. Ai nuk do të besoj. Dhe do t'i përkeqësoj gjërat. Por Fatimeja tashmë e kishte marrë vendimin e saj. Ndërsa e ndihmonte zonjën Drita të vishej, të zbriste shkallët me kujdes, të ulej në tryezën e mëngjesit, ajo planifikonte në mendje se si do të vepronte. Nuk mund të ishte më bashkëpunëtore në këtë gjë përmes heshtjes. Pas mëngjesit, Valbona doli për një takim. Tha se do të kthehej vetëm pas dite vonë. Sa po makina e saj u zhduk pas portës, Fatimeja mori celularin dhe kërkoi numrin e Artanit. Ajo e kishte kontaktin sepse ndonjëherë i duhej ta njoftonte për gjëra të shtëpisë kur Valbona nuk ishte e disponueshme. Telefonoi. Telefoni ra disa herë derisa kaloi në sekretari. U përpoq përsëri. Asgjë. Artani duhet të ishte në mbledhje. Fatimeja la një mesazh, Zoti Artan, jam Fatimeja. Ju lutem, duhet të flas me ju për zonjën Drita. Është urgjente. Më telefononi kur të mundeni. Por Artani nuk ja ktheu telefonatën. Ishte në një prezantim të rëndësishëm për investitor të huaj dhe celulari kishte mbetur në heshtje brenda çantës. Kur më në fund i pa thirrjet e humbura dhe dëgjoi mesazhin, ishte tashmë pas dite vonë.
Ju duke çuditshme, por mendoj se ndoshta ishte diçka e thjeshtë, ndonjë vizitë mjekësore që i duhej së ëmës. Do të telefononte pas darke. Atë natë, Artani arriti në shtëpi dhe gjeti një darkë të veçantë të përgatitur. Valbona ishte rrezatuese, me një fustan të ri, makijazh pa të meta. Kishte përgatitur pjatën e tij të preferuar, kishte hapur një verë të shtrenjtë, kishte vënë muzikë. Po festonte diçka. Çfarë po ndodh? Pyeti Artani, duke buzëqeshur. Mora kontratën për atë apartamentin në zonën e liçenit, atë që po negocioja prej muajsh, tha ajo, duke kërcyer e gëzuar. Do të jetë projekti më i madh i zyrës sime. Jam kaq e lumtur. Artani e përqafoi gruan, i lumtur për të, krenar. Darkuan duke biseduar për projektin, për idetë që ajo kishte, për mënyrën se si kjo mund ta ngrinte karrierën e saj. Telefonata e Fatimes u harrua plotësisht. Ndërkohë, zonja Drita darkoi vetëm në dhomë, në një tabaka që ja solli Fatimeja. Hëngri pak, si gjithmonë. Fatimeja u ul pranë saj dhe i mbajti dorën. U përpoqa t'i telefonoja djalit tuaj, por nuk u përgjigj. Do të provoj përsëri nesër. Drita tundi kokën. Nuk ka kuptim, Fatime. Ai nuk do të dëgjoj. Është shumë i zënë, shumë i përfshirë me jetën e tij. Dhe unë e kuptoj. Ai punon kaq shumë, meriton të jetë i lumtur. Nuk dua të jem një barr. Ju nuk jeni një barr. Ju jeni nëna e tij. Keni të drejtë të kujdeseni me dinjitet. Por Drita tashmë ishte dorëzuar. Ajo bisedë me Valbonën në mëngjes kishte thyer diçka brenda saj. Kërcënimi për t'u dërguar diku tjetër, për të humbur edhe atë vend që, pavarësisht gjithçkaje, ishte ende aty ku jetonte djali i saj, ishte shumë për ta duruar. Javën pasuese, situata u përkeqësua edhe më shumë. Drita filloi të kishte vështirësi për të ngrënë. Nuk arrinte më të zbriste për vaktet, kështu që hante në dhomë, gjithmonë në porcione të vogla që Fatimeja ja sillte fshehurazi Valbonës, sepse e zonja këmbëngulte që vjera duhej të zbriste dhe të hante në tryez si një person normal. Një ditë, Valbona u ngjit në dhomë në orën e drekës, rreth mesditës, dhe e gjeti Dritën të shtrirë në krevatin e errët sepse perdet ishin të mbyllura. Nuk solli tabakan e ushqimit që Drita priste me padurim, edhe pse e dinte se nuk do të kishte shumë uri. Në vend të kësaj, u ul qetësisht në karrigen prej druri pranë krevatit, kryqëzoi këmbët me elegancë, rregulloi flokët bjond pa të meta pas veshit dhe filloi të fliste me zë të qetë, pothuajse hipnotik, çdo fjalë e zgjedhur me kujdes. Si një grabitqar që e di saktësisht se ku të sulmoj për të shkaktuar dëmin maksimal. Zonja Drita, duhet të bëjmë një bisedë serioze dhe të sinqertë, si grua me grua. A keni ndaluar ndonjëherë të mendoni me sinqeritet se ndoshta kjo shtëpi nuk është vendi më i mirë për ju në këtë moment të jetës suaj? Se ndoshta ju keni nevojë për kujdes më të specializuar, më profesional, se sa mund t'ju ofroj unë këtu? Drita ktheu fytyrën ngadalë drejt Valbonës, me sytë të zgurdulluar nga frika e pastër dhe instinktive, zemra i rrite me shpejtësi në gjoks. Çfarë saktësisht po doni të thoni me këtë? Valbona pëshertiu sikur po shpjegonte diçka të qartë për Dik Kokford. Po them, zonja Drita, se ka vende shumë të mira atje jashtë, shumë komode dhe të pajisura mirë, ku njerëzit e moshës dhe gjendjes suaj marrin kujdes profesional 24 orë në ditë. Mjek në dispozicion, infermiere të trajnuara, fizioterapist, nutricionist, gjithçka që ju nevojitet. A nuk do të ishte më mirë për ju të ishit në një ambient të tillë, të përgatitur posaçërisht për nevojat tuaja? Po doni të më dërgoni në një azil? Përshpëriti Drita, zëri i dridhej po aq sa duart që kapnin çarçafin, bota i rrotullohej rreth saj, të gjitha anktet e saj më të këqija po materializoheshin në atë bisedë. Valbona bëri një grimas mosmiratimi, sikur Drita të kishte thënë diçka të vrashtë. Nuk është azil, zonja Drita, për hir të Zotit. Çfarë fjale e tmerrshme dhe e vjetëruar. Janë rezidenca moderne për të moshuarit, vende të bukura me kopshte, aktivitete, asistencë të plotë. Dhe sinqerisht, duke e menduar mirë gjithë këtë situatë, mendoj se do të ishte më mirë për të gjithë të përfshirët. Për ju, që më në fund do të kishit kujdesin e duhur mjekësor që padyshim ju nevojitet. Për burrin tim, që nuk do të duhej të shqetësohej kaq shumë dhe të ndahej mes kaq shumë përgjegjësive. Dhe për mua gjithashtu, që do të mund të përqendrohesha plotësisht në punën time, në zyrën time që po rritet, pa pasur nevojë të menaxhoj vazhdimisht një shtëpi me kaq shumë nevoja speciale dhe kaq komplekse. Drita mbylli sytë.
Lotët I rodhen në për tëm tha. Ju lutem, mos më dërgoni larg. Premtoj se do të përmirësohem. Do të përpiqem të mos bezdis. Valbona u ngrit, rregulloi fundin dhe eci drejt derës. Atëherë duhet të shohim një ndryshim real, zonja Drita. Sepse unë vërtet nuk e di për sa kohë më mund ta mbaj këtë situatë. Doli nga dhoma duke e lënë Dritën të shkatëruar. E moshuara u kthye me fytyrë në jastëk dhe qau derisa nuk kishte më lodh. Ndjente se po fshihej ngadalë, po heshtej, po eliminohej. Dhe më e keqja, nuk kishte asgjë që mund të bënte. Fatimeja, e cila kishte dëgjuar një pjesë të bisedës nga korridori, hyri në dhomë sapo Valbona zbriti. E përqafoi zonjën Drita dhe mori një vendim. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të ndodhte me punën e saj. Nuk kishte rëndësi nëse Valbona do ta pushonte. Ajo do ta bënte Artanin të shite të vërtetën, edhe sikur të ishte gjëja e fundit që do të bënte në atë shtëpi. Fatimeja priti momentin e duhur. E dinte se duhej të vepronte me zgjuarsi, jo me impuls. Për 3 ditë vëzhgoi oraret e Artanit, shënoi në mendje kur ai arrinte, nga kalonte, kur kishte disa minuta të lira. Më në fund, një të mërkur, pa mundësinë që priste. Artani arriti në shtëpi më herët se zakonisht, rreth orës 6 të pasdites, sepse një mbledhje ishte anuluar në momentin e fundit. Valbona nuk kishte shkuar në zyrë për të marrë mostra copash për një klient. Shtëpia ishte e qetë. Fatimeja dëgjoi makinën të hynte në garazh dhe mori frym thellë. Ishte tani ose kurrë. Zoti Artan, a mund të flas me ju një moment, tha ajo, duke u shfaqur në derën e garazhit para se ai të hynte në shtëpi. Artani, I cili po merrte çantën nga sedilja e pasme e makinës, u kthye I habitur. Sigurisht, Fatime. Ka ndodhur gjë? Është për zonjën Drita, zotëri. Dua që të shihni diçka. Ju lutem. Kishte diçka në tonin e zërit të Fatimes që e bëri Artanin të ndalonte dhe të dëgjonte me vëmendje. Një urgjencë, një dëshpërim I përmbajtur. Ai mbylli derën e makinës dhe e ndoqi punonjësen brenda shtëpisë, duke u ngjitur shkallëve deri në dhomën e së-ës. Kur Artani hapi derën e dhomës, Ju deshën disa sekonda për të procesuar atë që pa. Zonja Drita ishte në këmbë pranë krevatit, mbështetur te komodina, me trupin të kërrusur në një kënd të dhimbshëm, këmbët I dridheshin dukshëm. Fytyra ishte e zbethë si letër, e mbuluar me djersë. Ajo përpiqej dëshpërimisht të arrinte krevatin për t'u shtrirë, por çdo lëvizje dukej një agoni e padurueshme. Artani vrapoi drejt saj, duke e mbajtur nga krahët. Çfarë po ndodh? Pse je kështu? Drita e pa të birin dhe në sytë e saj kishte diçka që ja theu zemrën. Nuk ishte vetëm dhimbje fizike. Ishte poshtërim, ishte frikë, ishte lutja e heshtur e dikujt që ka humbur zërin duke bërtitur pa u dëgjuar. Po përpiqem të shtrihem, biri im. Por më dhem shumë. Nuk mundem ta përkul shpinën për të ulur në krevat. Artani e ndihmoi me kujdes të shtrihej, I alarmuar se sa pak peshonte, sikur po mbante një zog. Ku e ke kremin? Atë që të dha mjeku? Drita hezitoi. Artani pa Fatimen, e cila qëndronte në derë. Punonjësja bëri një hap përpara. Kremi zhduket, zoti Artan. Sa herë që e vendos unë, ai zhduket përsëri. Edhe jastëkët që I vendos në karrige zonjës Drita për të ulur, zhduken. Koltuku I saj nuk u kthye kurrë nga restaurimi që tha zonja Valbona se do t'i bënte. Artani rudhi vetullat. Si kështu zhduken? Fatimeja mori frym thellë. Ishte momenti I së vërtetës. I kam gjetur gjërat të fshehura në garderobë, zotëri. Në dollapin e mbyllur me çelës. Kremin, jastëkët, madje edhe fotografi që ishin të zonjës Drita. Unë I rivendos, por zhduken përsëri. Artani ndjeu diçka të ftohtë t'i zbriste në përshtyllën kurrizore. Pa të ëmën. A është e vërtet kjo? Drita mbylli sytë. Lotët I rodhen. Nuk doja të shqetësoja. Ti punon kaq shumë, je gjithmonë I lodhur. Dhe ajo është gruaja jote, nuk doja të shkaktoja probleme mes jush. Çfarë lloj problemesh, ma? Çfarë tjetër po ndodh që unë nuk e di? Ishte sikur një digë u ça. Gjithçka filloi të dilte.
Drita tregoi për karriget e forta pa jastëk, për detyrimin për t'u ngritur kur nuk mundej, për kërcënimet e fshehta për t'u dërguar në një azil, për komentet mizore të maskuara si shqetësim. Për ndjenjen e të qenit e padukshme dhe e padëshiruar në shtëpinë e vet djalit të saj. Artani dëgjonte dhe me çdo fjalë ndjente zemërimin t'i rritej brenda tij, i përzier me një faj dërmues. Si kishte qenë kaq i verbër? Si nuk kishte vënë re asgjë? Fatimeja shtoi detaje që kishte dëshmuar. Ditën kur Valbona e detyroi zonjën Drita të ngrihej nga krevati kur ajo fjalë për izolimin. Gjithçka e bërë në mënyrë delikate, gjithmonë kur Artani nuk ishte, gjithmonë me fjalë që dukeshin si kujdes, por ishin mizori e pastër. Artani u ngrit me fytyrën të kuqe nga zemërimi i përmbajtur. Qëndroni këtu. Kthehem menjëherë. Ai zbriti shkallët me shpejtësi dhe shkoi direkt në katin e dytë, në garderobën e Valbonës. Mori çelsin nga kutia e porcelanit, hapi dollapin e mbyllur. Dhe aty ishte gjithçka. Kremi. 3 jastëk. Fotografi në korniza. Shalli i SM-s. Gjithçka e fshehur, e hequr me kujdes nga jeta e Dritës. Në atë moment dëgjoi zhurmën e makinës së Valbonës që hynte në garazh. Artani mori kremin dhe një nga jastëkët dhe zbriti. Valbona hyri nga dera e kuzhinës, e qeshur, duke mbajtur mostra copash. Zemër, erdhe herët. Çfarë surprize e bukur, tha ajo, duke shkuar ta puthte. Artani bëri një hap prapa. Valbona ndaloi, duke kuptuar se diçka nuk shkonte. Çfarë ka? Ka ndodhur gjë? Artani ngriti kremin dhe jastëkun para saj si prova të pakundërshtueshme. U deshën disa sekonda që Valbona ta kuptonte. Kur e kuptoi, kur e pa se ishte zbuluar, buzëqeshja u zhduk nga fytyra e saj sikur të ishte fshirë nga një dorë e padukshme. Maska filloi të çahej. Artan, mund ta shpjegoj, tha ajo, zëri ende përpiqej të mbante atë ton të ëmbël dhe të kontrolluar që përdorte gjithmonë. Shpjegoj atëherë, tha Artani, zëri i ulët por i ngarkuar me një zemërim të ftohtë që Valbona nuk e kishte parë kurrë tek ai. Shpjego pse kremi i mamas sime, që i lehtëson dhimbjen e padurueshme, ishte i fshehur në dollapin tënd të mbyllur. Shpjego pse ajo është atje lart në këtë moment pa mundur të lëviz nga dhimbja. Shpjego pse mamaja ime ka humbur më shumë se 10 kg, praktikisht është zhdukur, që kur ka ardhur në këtë shtëpi 3 muaj më parë. Shpjego pse punonjësia duhej të më tregonte se çfarë po ndodh, sepse ti u kujdese ti fshije të gjitha nga unë. Shpjegoje gjithë këtë, Valbona. Po pres. Valbona u përpoq të ruante qetësinë, rregulloi flokët nervozisht, kërkoi fjalët e duhura. Artan, ti nuk e kupton situatën siç është në të vërtetë. Mamaja jote është manipulatore, ti nuk e sheh, por unë e shoh çdo ditë. Ajo bën viktimën për të tërhequr vëmendje, për të krijuar probleme mes nesh. Unë thjesht po përpiqesha ta ndihmoja të kishte më shumë vullnet, të mos i dorëzohej plotësisht dhimbjes dhe vetë viktimizimit. Ishte për të mirën e saj, më beso. Për të mirën e saj? Artani pothuajse bërtiti. Të fshehësh kremin që i lehtëson dhimbjen është për të mirën e saj? Ta detyrosh të ngrihet kur nuk mundet? Ta kërcënosh se do ta dërgosh në azil? Kjo është për të mirën e saj. Valbona ndryshoi taktik. Syt i mbushën me lodh. Po përpiqesha të kujdesesha për të. Ti nuk je këtu, nuk e sheh sa punë kërkon. Unë bëj gjithçka në këtë shtëpi, menaxhoj gjithçka, kujdesem për gjithçka dhe ende kam punën time, karrierën time. Ajo nuk ndihmon, vetëm ankohet, vetëm kërkon vëmendje. Ajo nuk ankohet. Kjo është çështja. Ajo nuk u ankua fare. Vuajti në heshtje për të mos më bezdisur dhe ti përfitove nga kjo. Artan, të lutem, mos e lejo të shkatërroj martesën tonë me këto gënjeshtra. Nuk janë gënjeshtra. Unë pash. Gjithçka është në dollapin tënd. Dhe unë pash maman time atje lart të shkatëruar, pa mundur as të lëviz. Kjo nuk është manipulim. Kjo është vuajtje reale. Maska e Valbonës filloi të çahej. Zëri u bë më i lartë, më i dëshpëruar. Dhe çfarë prisje? Të isha dadoja e saj? Të hiqja dorë nga jeta ime për t'u kujdesur për një plagë të sëmur? Ajo nuk është përgjegjësia ime. Por është e imja, bërtiti Artani. Dhe unë të besova ty.
Besova se do të kujdeseshe për të, se do të ishe e sjellshme me të, se do ta trajtoje me dinjitet. Valbona e kuptoi se kishte humbur kontrollin. U përpoq të përmblidhej, por ishte tepër vonë. E vërteta ishte thënë, mizoria ishte ekspozuar. Artan, më fal. Isha e stresuar, me shumë presion. Nuk ishte qëllimi im. Mund ta zgjidhim këtë, mundemi. Jo, e preu Artani, me zë të prerë. Dua të largohesh nga kjo shtëpi. Çfarë? Valbona zgurdulloi syt. Artan, nuk mund të jesh serioz. Kjo është edhe shtëpia ime. Kjo shtëpi është blerë me paratë e mia dhe ti ke abuzuar me maman time nën këtë çati. Nuk do ta lejoj më asnjë sekond këtë. Mund të flesh në dhomën e miqve sonte. Nesër dua të jesh larguar. Valbona u përpoq të argumentonte, të lutej, të manipulonte. Por Artani ishte i palëkundur. Imazhi që kishte për gruan e tij ishte thyer plotësisht. Nuk kishte kthim prapa. Atë natë, Artani fjeti ulur në një karrige të rehatshme që e tërhoqi pranë krevatit të së-ëmës. Refuzoi ta linte vetëm qoftë edhe për një sekondë. I kishte sjell kremin, e kishte ndihmuar ta aplikonte me kujdes në shpinë dhe ije, kishte vendosur të gjithë jastëkët që gjeti për t'i dhënë rehati maksimale. I solli ujë të freskët, batanie të buta, gjithçka që mund të bënte për të ëmën. I mbajti dorën për orë të tëra, ndonjëherë në heshtje, ndonjëherë duke biseduar me zë të ulët për kujtime të vjetra, për baban, për kohën kur ai ishte fëmijë. Më fal që isha kaq i verbër, kaq i largët, kaq neglizhen. Më fal që nuk pash se çfarë po ndodhte nën hundën time. Më fal që i besova personit të gabuar dhe dyshova te ti, më fal për çdo ditë vuajtjeje që kalove vetëm në këtë shtëpi. Drita qau, por për herë të parë pas muajsh ishin lot lehtësimi dhe jo dëshpërimi. Ishin lot të dikujt që më në fund ishte parë vërtet, ishte dëgjuar me vëmendje, ishte besuar pa dyshime. Ishin lot të dikujt që po rifitonte dinjitetin e humbur. Nuk ke nevojë të më kërkosh falje, biri im. Ti punon kaq shumë, ke kaq shumë përgjegjësi. Nuk doja të isha një bar tjetër për ty. Në ditët në vijim, Valbona u largua nga shtëpia. Nuk pati skandal publik, nuk pati sherr. Artani foli me një avokat, nisi procedurat e divorcit. Valbona u përpoq të luftonte, kërcënoi se do ta padiste, shpiku histori. Por Artani kishte Fatimen si dëshmitare, kishte provat nga dollapi, kishte rrëfimin e detajuar të gjithçkaje. Shtëpia ndryshoi plotësisht. Artani anuloi udhëtimet, rinegocioi afatet, filloi të punonte më shumë nga shtëpia. Punsoi një infermiere për të ndihmuar në kujdesin e së-ëmës. E çoi dritën te mjek specialist, të cilët i rregulluan mjekimet dhe fizioterapinë. Koltuku me lule u kthye, jo në dhomë, por në verandë, në vendin e nderit. Fatimeja mori një rritje rroge dhe një falënderim të përjetshëm. U bë jo vetëm punonjëse, por një mike e vërtetë. Dikush që pati guximin të bënte gjën e duhur edhe pse kishte frikë nga pasojat. Zonja Drita filloi të shtonte në peshë, të buzëqeshte përsëri. Dhimbja fizike ende ekzistonte, gjithmonë do të ekzistonte në moshën e saj. Por tani kishte dashuri përreth, kishte kujdes të sinqert, kishte dinjitet. Shkëlqimi ju kthye në sy. Zëri rifitoi forcën. Artani mësoi të dëgjonte, të ishte i vëmendshëm, të mos verbohej nga puna apo nga pamja e jashtme. Mësoi se familja vjen e para gjithmonë. Dhe se dashuria e vërtet tregohet në veprimet e vogla të përditshme, jo në shtëpi të bukura apo fjalë boshe. Muaj më vonë, një pasdite të diele, Artani e gjeti të ëmën në verandë, ulur në koltukun e saj, me Biblën në prehër dhe një buzëqeshje në fytyrë. Ajo shihte kopshtin, malet në largësi dhe kishte paqe në atë vështrim. Ai ul pranë saj, i mori dorën. Je e lumtur, ma? Jam në paqe, biri im. Më në fund jam në paqe. Dhe ishte e vërtetë. Pas kaq shumë vuajtjesh, zonja Drita e kishte gjetur sërish vendin e saj. Jo në një shtëpi perfekte revistash, por në një shtëpi të vërtetë, ku shihej, dashurohej dhe vlerësohej. Ku mund të plakej me dinjitet, e rrethuar nga ata që vërtet kujdeseshin. Mizoria, kur maskohet mirë, mund të kaloj pa u vënë re për një kohë të gjallë. Por e vërteta gjithmonë gjen një mënyrë për të dalë në shesh. Dhe kur del, ndryshon gjithçka. Ndonjëherë drejtësia vjen vonë.
por kur vjen, sjell me vete jo vetëm dëshkim për atë që gaboj, por edhe shërim për atë që vuajti. Dhe ai shërim ja vlen çdo lot, çdo dhimbje, çdo moment pritjeje. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Drita, Artanit dhe Fatimes t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë rrëfim për dinjitetin, guximin dhe dashurinë familjare, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju bëri më shumë përshtypje në këtë histori. A keni dëshmuar situata të ngjashme? A njihni dikë që ka nevojë të shihet dhe të dëgjohet si zonja Drita? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive dhe të vërteta si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe reale të shpirtit njerëzor, të marrëdhënieve familjare dhe të sfidave me të cilat përballemi. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju bëjë të reflektoni mbi atë që ka vërtet rëndësi në jetë.